E keni menu në herë se qka është bashkë sinceriteti, qka do me thonë sinceritet, në qofë se këshyrë në librin Allahut Azza wa Jall, është që Allahu subhanahu wa ta'ala sinceritetin e ka përmen me një formë jashtëzakonisht interesante, sa që çuditësh kur të pajsh se çfarë forme interesante ka përmen Allahu Azza wa Jall sinceritetin. E kur të nish tashti, ki me thonë nuk ka të baj kjo me sinceritetin. Edhe ki mu befasu qysh ka mundësi Allahu Azza wa Jall me të sqaru ty sinceritetin me qitë punë. Më këshirë me qka ka përmen Allahu Azza wa Jall edhe me qka ka lidh Allahu Azza wa Jall sinceritetin. Sinceritetin kur ka dash me ka kalzu, ka thonë tamel i sinqert. No. Lebanan khalisan, tamel i sinqert. Tamel i sinqert. Tamli edhe sinceriteti neve nuk na lidhet kur ka, vëzni, hiq. Për shkak se na edhe menja jonë, vëzni, është e shkurt, të mëhanë mos me kanë rahmeti Allahut, me në mësu gjanat, është shumë problem me mësuna diçka. Nga vëzni, kur me kuptu të qka është sinceriteti, këshire tamlin, edhe sheh, edhe për cile, këshire pe i kuj del tamli i lopes, e sheh edhe fillan me kuptu sinceritetin. Tamli i lopes, vëzni, del prej aty ku është mish, gjak, limf, ajo qka realisht nuk ka të baj me tamel. Gjithë qka egziston pe aty pe ku e del tamli lopes është diçka që s'ka mundësi me u lidh me me tamlin. Do më thonë, mish nuk mund është me lidh me tamel, gjak s'mund është me lidh me tamel, limfën nuk mund është me lidh me tamlin. Do më thonë, gjithë qka është e pa mund është me mu prodhu tamel. Kur del tamli, del tamel, i sinqert. A di qepin e sinqert, vëzni? Ata që kanë grumbullu tamen të lave marën vesh të shtë mirë shumë. Kur të ka mjel dikush tamlin e lopes edhe ka grumbullu 3 litra, 5 litra tamel, në 5 litra tamel, në qofë se ka ra një pik gjak, vesh një pik gjak, është duft me gjua ta tamel, nuk është kanë ma e sinqert. A kuptove që ka është sinceriteti, vëzni? Sinceriteti është duhet me kanë një këthjelt i pasht, të është i pëkthejmë vetën tonë. Që do me thonë, qysh me ba na një vepër sinqert, na qysh me kanë sinqert, edhe në qysh lanë, në vetën tanë e ti, në vetën tanë, në krytë tanë, në trupin tanë, kiti plot ushtri, në vetën tanë, ki plot ushtri cilat pretendojnë, se cilat për këtyne ushtrije me nën me marë flamurin tanë, edhe me quty ka dënë aj. Për shamëll, epshi jonë, vazhdimisht tentojnë që me marë flamurin, aj me kanë komandanti joti, edhe me të komandu ty që epshi me qua atje dhe atje. Apo? Lakmia pretendojnë që aj me marë komandën tanë edhe aj me të komandu ty, dhe më thonë, për shkak lakmisë ti me bakta dhe këta. Gjelozia që e kem, pretendojnë që me marë bajrakin tanë, edhe me marë komandën tanë, edhe gjelozia me qua atje, edhe me qua atje. Inati, këtë këtu e ushtri në vetën tanë që ti i ki në trupin tanë. Pej këtë në ushtrive, ti duhet me provue, me nxjerë një fjalë të pasht si tamli, pa pik inati, pa pik gjelozije, pa pik kurgjafën ta, dhe më thënë, pa gjak, pa kurgjafën, e qëtë fjallën të pasht si tamli, e prejk punën halal me kur farë interesi, veç për hirë të Allahut. Që kjo është sinceriteti, vlanë? Që kjo është sinceriteti? Të është, kur të mash vesh të qka do më thonë sinceriteti, të është e provon ti me kane sinqert. E provon me thonë një fjallë, pa e thonë atë fjallën për inatit atina, me ba një vepër, pa e ba për lakmi, ose jo për gjelozit atina, edhe provon që veprat e tua, fjallët e tua, veprimet e tua, hapat e tua, veqa jote, gjithë shka që ka banë me kanë e sinqert edhe paq si tamli.